Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari ka reaguar në lidhje me aksionin e policisë rrugore për evidentimin dhe heqjen e xhamave të errësuar të automjeteve të vendosur në kundërshtim me ligjin, duke theksuar se zbatimi i rregullave do të jetë i barabartë për të gjithë qytetarët. Përmes një postimi në rrjetet sociale të shoqëruar me pamje nga kontrollet e policisë së shtetit, Lamallari u shpreh se automjetet me xhama të errësuar pa autorizimin përkatës nuk do të tolerohen, ndërsa paralajmëroi se shkelësit do të përballen me masat e parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Xhamat e errësuar në makinë nuk ju bëjnë të padukshëm, dhe më keq akoma kur ato i keni pa leje, sigurisht që do të hiqen pa një pa dy nga policia e shtetit. Rrugët nuk janë vend për anonimitet dhe as për privilegje. Janë hapësirë publike ku rregullat vlejnë njësoj për të gjithë. Shkruan ministri, ndërkohë policia rrugore vjen kontrollet intensive në gjithë territorin e vendit në kuadër të masave për rritjen e sigurisë rrugore dhe zbatimin e legjislacionit. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë 2 javëve të fundit janë dëshkuar mbi 500 drejtues mjetësh për qarkullim me xhama të errësuar në kundërshtim me ligjin. Autoritetet bëjnë thirrje që drejtuesit e automjeteve të respektojnë standardet ligjore për modifikimet e mjeteve, duke theksuar se kontrollet do të vijojnë në gjithë vendin.